Sot po vazhdojmë aktivitetet tona të përditshme me qëllim të verifikimit dhe raportimit sakt të deklarimeve tyre. Për këtë arsye se në këtë periudhë në sektorin apo fushën në cilën do të vizitojmë sot, gjatë vizitës fokusohemi edhe tek lëshimi i kuponave fiskal, bëhet verifikimi edhe i kontratave të qiras dhe verifikimi i dokumentacioneve kontabel që obligohen tatim pagues të mbajnë. Atëherë sot e kemi një vizitë të planifikuar në pas orarit punës, tek një sallë dasmash dhe një lounge bar. Sot e kem vizitë tek biznesi juaj pasi që keni një organizim dasmash. Fillimisht na duhet një eks raport pjarkës fiskale. Në rregull, edhe nëse ka mundësi, le të njoftimat e punëtorëve që ai ki prezant sot. Darsma na ki kontratuar me kontratë. A ka mundësi me na prezantu nëse e ki prezant? Po fakturën, kur shqipar. Objekti ku operoni është me qira, është pronë juja. A ka mundësi kontratë me qira? Fjalë të njoftimat të stafit, që sonë të prezant. Ka mundësi me nënshkru qëto. Nëse ka mundësi me na thirrë edhe këngëtarin edhe kamermanat. Duhet edhe kamermanin dhe fotografin mi bo një raport edhe për juve. A ka mundësi më falë që po të ndërprej një ekstra raport pjarkës fiskale me na? Sapo kemi përfunduar vizitën të salla e darsma, ku mbetet të verifikohet në sistemin e ATK-s që a janë punëtorët e deklaruar, qiraja, si dhe a i ka librat e ngarkuara në sistemin e ATK-s. Po ashtu kemi bu edhe intervistë me këngëtarin i cili sonte ishte prezant në AENG, dhe ku deklaron që nuk ka kontratë të kontraktuar me klientin e tij, vetëm ka marrëveshje gojore. Pas intervistës me fotografin dhe kamermanin, të dy ishin të regjistruar në administratë tatimore, të dy posedojnë orë fiskale, gjë që janë në përputhshmëri me ligjin tonë në fuqi. Ne tani po afrohemi te bizneset të cilat i kemi për qëllim për të vizituar. A ka mundësi me ma dhënë një X raport për pjarkës fiskale? Faleminderit. Lista e punëtorëve, si dhe kontrata e qiras. Kryesisht na duhet edhe lista e organizimeve, ahengjeve, dhe le të njoftimat e punëtorëve. Që mi regjistru në veglin e ATK-s, si punëtor të regjistru. Ne përfunduan njërën prej vizitave të cilat i kena pas për qëllim për të vizituar në këtë biznes. Në momentin e vizitës zakonisht ne kërkojmë X raportin, kemi verifikuar këto pikë alqimi kupona fiskal, regjistrat kontabel, kontrata e qiras, si edhe listën e punëtorëve. Me kaq vazhdojmë në vizitën e radhës. Tash jemi rrugës për tek vizita e dytë. Arsyeja vizitës është shimi kupona fiskal, punëtorët janë listë pagav. X raportin veç e marrëm. Hapësira ku zhvillohet aktiviteti i biznesit është me qira apo? Po, me qira. Me qira. A i keni kontratën e qiras këto? Okej. A mundim na prezantu? Po. Kjo është kontrata e qiras. Okej. Pyetna edhe gjithë njoftimat e punëtorëve. Po. A ki ndonjë punëtor që është i ri? A janë gjithë listë pagav? listë pagav. Okej. A mundim? Tash merren emrat e gjithë punëtorëve që ishin prezant në momentin e vizitës. Pas vizitës që u realizua tek subjekti në fjalë, nuk u evidentua ndonjë parregullsi. Për detaje tjera si deklarimi i punëtorëve, kontrata e qiras mbetet të verifikohen në sistem të ATK-s. Këtë tema ka mundësi me mashtit një ekstra raport për pjarkës fiskale, gjithashtu lëshimi i kupona fiskal, regjistrat kontabel, kontrata e qiras, si dhe lista e punëtorëve prezent. Përgatitur edhe të njoftimat, veç për punëtorët që janë prezent. Listën e rezervimeve me ahengje që në darsma kanë gjithë që që ka, edhe menyn, gjithashtu edhe kontratën e qiras. Qëto ma bën anë mbjam në nëshkimin, më nësh me lexu raportin edhe me nëshku. Ne sapo e përfunduam edhe biznesin e dytë me theks të veçantë këshillëdhënien, si dhe gjithashtu gjatë kësaj vizite kemi kërkuar
për të shikuar lëshimin e kuponave fiskale, regjistrat kontabël, kontratën e qiras, si dhe listën e punëtorëve të cilat janë prezent. Me kaq e përfundojmë edhe këtë vizitë, shimin e vizitës në radhës.